Po një situatë e vështirë, jo për ne si institucion, por për gjithë qytetarët e Maliqit, të cilat shprehin ngushëllimet për familjen. Shpresojmë që vajzat bëhet mirë, i urojmë shërim të shpejtë. E patjetër që bashkia do jetë në mbështetje të familjes, me të gjitha mundësitë që ne kemi për ta mbështetur financiarisht, por jo vetëm, kështu që patjetër do jemi çdo ditë në krah të kësaj familje, e cila jo vetëm për te, por për të gjithë ne ka qenë një situatë shumë e vështirë. Vetë qyteti sot është në zi të plot. E ngushëlloj familjen, i jap forcë në emër të pushtetit vendor, e të shpresojmë në fundit që vajza e vogël të bëhet sa më mirë. Cila është ndihma që do të ofrojë bashkia në vazhdim? Po të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me ceremoninë, por jo vetëm, do të mbulojnë nga bashkia. Në lidhje me shtëpinë? Ka detyrime ligjore për te, po patjetër unë do të marr disa nisma time personale me biznese që aty të jetë ndryrja më shpejt, jetë me njëhershme dhe mos presim këto procedurat ligjore që ndonjëherë zgjatin shumë edhe kur rasti është shumë i veçantë dhe ne duhet ndryjmë a kemi mundësi që nesër. Çfarë ndihmash ka patur më përpara kjo familje, duke qenë se ka qenë vështirësi shumë të mëdha? Po nga informacioni që unë kam, ajo ka qenë pjesë e shërbimit social që ne qendrës komunitare që ne kemi aty. Nuk besoj që aty të mos kemi patur ndihmat e nevojshme, rasti është fatkeq për të qenë sinqert, por ne kemi raste të shumta të tilla të cilat i trajtojmë rast pas rasti, i mbështesim, patjetër që kështu do të vazhdojmë se e kemi në fundit jo vetëm detyrim ligjor, por raste të tilla duhet të jenë një kamban alarmi për të gjithë komunitetet, për të gjitha institucionet, e patjetër edhe për neve. Ndaj edhe ky le të jetë një rast që të na jap një forcë më shumë edhe të marrim masa më të rrepta edhe më të gjera për t'i mbështetur dhe për të marrë nisma që t'i parandalojmë ato çfarë ndodhi. Sa ju takon dy fëmijëve që ishin të spektrit autik, si trajtoheshin ata? Çfarë ndihmë merrni? Çfarë asistencë merrni? Por nuk mund të them gjëra teknike të cilat i mbulon drejtoria përkatëse, shërbimi social i bashkisë. Besoj që vetë punonjësit e saj mund të shpjegojnë mollësisht, por di që kanë qenë pjesë e shërbimit tonë social, si me ndihma të ndryshme, si me shërbim psikologjik pranë qendrës sonë, qendrës komunitare, janë të përhershme, kështu që le të jemi në këtë ditë me ngushëllime për familjen edhe të shpresojmë që vajza e vogël të bëhet mirë.